Kisha e Shën Maris në Kozare. E vendosur me një kodër të ndodhur 10 kilometra nga qyteti i Kuçovës, kisha e Ylindëses Mari është e njohur për historinë, arkitekturën dhe afresket që dekoronin muret e saj. Sipas studiuesit Theofan Popa, ky objekt është një bazilik trenefshe me përmasa 17.15 x 11.50 metro, e mbuluar me tavan të rrafshët. Mbi shkrimi më i vjetër i gjetur në të është ai një pllakë guri me shënimin 1768 maj, që sipas të njëjtit autor mund të jetë viti i kohës së ndërtimit ose rindërtimit të saj. Ndërkohë që sot kjo datë i referohet ndërtimit të kishës, një gjë të tillë e pohojnë edhe të dhënat e pasaportës së këtij monumenti kulture, që ruhen në Institutin Kombëtar të Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore, ku thuhet se është ndërtuar në një kodër në shekullin e 17-18, rreth viteve 1768. Sipas tyre, kemi të bëjmë me një bazilik me kolona druri të mbuluar me çati, që përbëhet nga naosi, narteksi, hajati dhe këmbanorja. Atëherë këtu ndodhemi në fshatin Saltës Kozare, konkretisht në kishën Fjetja e Shën Maris. Kjo kishë, sipas gojdanave, thuhet që është një kishë që ka fillimet e saj rreth 400 vite më para. Është një monument i kategorisë parë, e cila ka kaluar midis shumë etapash dhe besimtarët që janë akoma në këtë enori që shërbejnë dhe kanë përjetimet e tyre, shprehin që këtu ka patur ka kaluar historira të ndryshme, etapa të ndryshme, përjetime të ndryshme, si nga vendasit, por edhe të huaj në kohën e luftrave e tjerë. Pra është një thesar, është një histori e gjallë, është një vlerë e gjallë për gjithë komunitetin dhe pse jo për kishën ortodokse. Unë jam rritur në këtë obor, në këtë oborin e kësa kishe këtu. Rrjedh nga një familje nga nena der Prifti, ndjeri Papa Trifoni, që ka shërbyer në këtë kishë këtu, po para Papa Trifonit ka shërbyer Papa Gregori, adashe juaj. Ishte të një fisi, kushërin të pari ishin, Papa Gregori ka qenë i pari, Papa Trifoni ka qenë i dyti, edhe në fund vitet 67, kur feja u prish, ka qenë i ndjeri Papa Jani. Papa Jani unë e maj mend, ishën në moshën 10 vjeç, dhe si shtash në këto themele këtu, në këto gurë këtu, në soka këtu, në këtë skoli këtu që jemi këtu, unë ruaj ëndrat e mia, ruaj tregimet e gjyshëve të mi, të prindërit e mi, të gjithë historinë e kësaj kishe këtu. Të gjitha këto gjëra që do të them unë këtu, unë i kam nga goja e ti Meti. Para 400 vjetësh, mlodhen gjithë burrat e fshatit dhe vendosën që do të bënin këtë kishë. Dhe vendosën atë kodrën atje që quhet Mali Ferrës. Dhe gjetën 2 qerre me gur dhe i çun atje. Dhe mbi nesmet do organizonin qerret e gjithë fshatit dhe kuajt që t'i merrshin gurën nga ura vajgurore. Atë natë bëri një suhi, një vetim, një shkreptim, ku ngrihenin në mëngjes, nuk i gjejnë gurt atje. Gurt këshin fluturur dhe nuk i di sa ka këshin vajtur. Një fshatar që këteja vinde në këm dhe i gjeti këto gurt, nuk të vend pirk. Dhe vete i thot atyre që, ore, kurt kanë shkur atje? Kur janë gurt atje në të vend këtu? Shikojnë se mos kishin në një qerre, në një kafsh, në një, kishte as një shenjë. Gurt ishin mes ferrës dhe të stiku i kështë hedhë njëri me dorë dhe ferra pa prekur fare. Dhe vendosën që i kishën të bëjnë këtu. Gurt për të natën fluturum dhe kisha u bë këtu. Ndërtimi kësaj kishe ka kushtuar shumë gjatë, sepse guri vinte nga ura vajgurore me kafsh pune, me qerre, me rrota druri dhe ka zgjatur paktën 4-5 vjet ndërtimi i kësaj kishe, se ishte pengesë ardhja e materialit nga ura vajgurore e gurit, sepse lumejt në atë kohë ishin shumë të lundrushëm dhe vetëm korriku, kushti dhe shtatori ishin që hidhshin qerret në lumë që e bignin. Me ndërtimin e kësaj kishe, kjo zonë mori shumë zhvillim. Kjo kishë ndërtoi edhe atë dhomë në atje quhet Skolia. Priftinët, më falni, kur ndërtua kisha, ata gjetën edhe një njerëz të përshtatshëm për priftë dhe e çuan në Janin. Ai, në gjatë kohës që kisha u ndërtua 4-5 vjet,
ai u shkollua. Dhe erdhi një prif shumë i menshëm, një prif shumë i ditur. Sa që ai hapi dhe shkollën këtu, për të mësuar greqisht, po dhe pak shqip. Dhe pak shqip. Shkolla që mësonin këtu, fillimisht ka qenë greqisht, se ashtu ishte koha. Po këtu ka mësuar shqip shkollat e para që ka qenë këtu në fshatin tonë këtu e Shapur. Edhe do të përmend 2 mësues nga Shkodra, që ka qenë këtu, që ka dhe mësim këtu në fshatin tonë Salç, që jam lindur e rritur unë. Edhe këtu faktikisht asaj kohe jo mësoj shqip, po stërgjyshin tanë, si që pas historisë që kemi neve, që kemi ditur, ka qenë nizam në Turqi, me 7 vjetë, 8 vjetë, ushtar, e dini që ishe gjallë, apo s'ishe gjallë. Shpresa që ishte këtu duke pyetur rrugës, papu, ka ardhur një letër? Ai u çon dhe habere, vrin letrat këtu në fshat, po letrat ishin, kishte edhe greqisht letra, po kishte më shumë ishin në Turqi nizam që ishin arabisht. Dhe linde nevoja që se prifti nuk din arabisht. Linde nevoja për thirrjen e hoxhës. Dhe nuk këtu jemi ne këtu në këtë vend, ku jemi në këtë pranë të Hoxhaku që ka shumë historira. Këtu rrinte hoxha bashkë me priftin dhe këtu lexoshin letrat dhe mirëshin habere të mira që do vihin në filan vit, do vihin filan muaj. Dhe ishin shumë të gëzuar. Dhe kjo bashkëjetesë fetare këtu ka qenë dhe prandaj neve kemi prapë se prapë dhe e lidhim deri në kohën e sotshme bashkëjetesën fetare. Mendohet se pas fazës së parë të ndërtimit, në vitin 1768, kisha e Ylinces Mari ishte nënshtruar një fazë tjetër i ndërtimi. Për këtë dëshmon edhe mbishkrimi mbi portën perëndimore jashtë saj, në të cilën shkruhet teksti: "U rindërtua ky tempull më 1791". Duhet theksuar se kjo kish ka qenë pikturuar nga Joan dhe Naum Qetiri, prej të cilëve kanë mbijetuar një pjesë afreskeve. U pikturua ky tempull në vitin shpëndimtar 1806, në muajin prill, në kohën e të gjithë hirshmit mitropolitit, shenjtit të Beratit, Zotit Joasaf, me dorën time të Joan Qetirit dhe Naumit, birit të tij, të priftërinjve prezent Gjergjit, Pietrit, në kohën e kujdesarisë së Maggio Korazit dhe subashëve Martir Ramos, lexohet në mbishkrimin e pikturuar në portën jugore të kishës. Ndërsa një tjetër mbishkrim në anën e jashtme të së njëjtës portë, i cili shmihershëm tregon se në vitin 1804, shpenzimet e dekorimeve me afreske i ka financuar familja Lala. U pikturua kjo pikturë me shpenzimet e Ndino Lalës dhe të vëllezërve të tij. I përjetshëm kujtimi tyre, viti 1804 shkruhet në tekstin e tij. Kompozimi i afreskeve të kësaj kishe ishte i njëjtë me programin freskografik të krijuar nga vëllezërit zografi në kishën e Shën Marisë së Ardenicës në vitin 1744. Ky model u zbatua gjerësisht më pas nga piktorët e familjes Qetiri në të gjitha bazilikat e Myzëqes. Ndërsa ikonostasia që ndante dikur në ose nga altari në këtë kishë ishte realizuar sipas mbishkrimit të tij në vitin 1812. Me përmasa 10x4.5 metër, ky paret druri ishte i veshur me arë dhe i gdhëndur në dru arre me motive artistike. Sipas të dhënave, ai ishte punuar nga mjeshtrit Vendas, Mandushi, i biri i mjeshtrit Ngjela, Naun. Me të njëjtin material druri ishin punuar edhe stolat e besimtarve, tërarët e strukturës çatisë dhe tavani pikturuar. Kjo kishë ka qenë një bukuri rrallë. Ka qenë një bukuri rrallë me ato fresket dhe me një ikonastas të shkëlqyer të larë me ujë floriri. Këtu po të vije nuk i ke dot nga të parte, nga të soditur bukurit që i kishte kjo kishë. Kishte ato stolat e mëdha që rrishin njerëzit, siç i ka kisha e Ardenicës, i kishte kjo në atë formë dhe ishte një bukuri rrallë. Ato kohë na ndërhyn monument të kulturës dhe vinë e zhveshin e marrin ikonastasin. Në gjithë ikonat, 20 ikonat të papërsëritshme dhe ikonastasin i larë me ujë floriri në e marrin dhe gjithë. Ndërkohë në pjesën jugore të kishës ndodhet këmbanorja, në të cilën ishte vendosur dikur një këmbane madhe me madhësi 0.65 x 0.59 metër, ku ishte stampuar një tekst prej 3 rreshtash. Njëra kamane ishte ardhur nga Austria, Vjena, ishte mbi 3 kujtal kamane
madhe. Nësa tjetra ishte një kamane pak më e vogël, ishte Italia-Roma. Italia-Roma, ishin 2 kamanet. Mendo ti se si kanë sjellur të parë tanë para 100 vjetësh nga Austria kamanen. Me interes janë të dhënat historike që na jepen për këtë kishë. Sipas shënimeve të mitropolitit të Beratit, i Mzot Anthim Aleksullit, në vitin 1868, enoria e Kozares përfshinte fshatrat Kozar, Fiera, Valeas, stani Kozares, Ferras, Sals dhe Murris, të cilët banoheshin nga 71 familje ortodokse. Këta besimtar i kryenin shërbesat kishtare në kishën e Julindses Mari, në të cilën shërbenin 2 priftërinj. Këta klerik mbulonin me shërbesa dhe fshatrat Drago dhe Daullas, ku gjendej edhe një kishës. Po kështu, nga të dhënat verbale të ruajtura në memorin e komunitetit vendor, kisha e Julindses Mari ishte e njohur jo vetëm si qendër arsimore, por e si qendër e kurimit të sëmundjeve të ndryshme, ku shërbenin një stër klerikësh dhe laikësh, njerëz të shquar dhe me autoritet. Se në çdo vend që vem, nga i nga Kozari, prifti Kozaras. Prifti Kozari ka një domethënie se ka qenë një shëronjës, se tani janë ndryshe gjërat, se tani ka spitale, sidomos kryesisht në të smurët mendor. Këtu vinin nga gjithë Shqipëria, nga Korça, nga Elbasani, nga Tirana, nga Gjirokastra, nga Korça, nga Korça Dash, nga Shkodra kanë ardhur këtu. Edhe këtu kanë gjithë shërimin. Tregon dhe baj, 4 ditë e 4 net nga Korça, vinte një smur këtu, edhe i lidhur me litar në qere, edhe në momentin që e pruan këtu, dhe Papa Trifoni ka qenë asaj kohe, para vitit 44, edhe i tha, zgjidheni. Jo, ora atë se të vret. Ore zgjidhe, thotë se jam unë këtu. Edhe fërteja, ashtu si që zgjidhen ta, e shikoj, i tha, do vini këtu, tha, mas 3-4 mujsh, 5 mujsh, i aktivizonde me punë këtu, me to ilaçet e tyre popullore, edhe ata beshin njerëz përsëri, edhe vinin familjet e tyre të qeshur, të gëzuar, dhe siç ishin parë. Në këtë kishë, kjo ka pasur çudirat e veta, ka qenë kishë peligrinazhi. Këtu në periudhën e beharit nuk ishte nejtë që mos të flijin njerëzit. Ra burra flijin për të mirë, por këtu vijin dhe njerëz të lidhur me zinxhir, që vujin nga ana psiqike. Dhe këta priftinti i mershin, i stërhojin, i mbanjin, edhe kur ikshin duke kënduar. Kjo kishte ondet e veta, sepse kishte shumë besimtar në atë kohë, se populli besonte shumë, dhe grumbullonte edhe të ardhura dhe gjë dhe ndihmonte fshatarët e kësaj zone pa dallim musliman, kristian. Kush gjeresh pa buk, e jepte buk. Kush gjeresh pa buk, e jepte buk. Festat fetare që beshin këtu janë bërë dhe me hajeng dhe me orkestër. Shumëria e Gushtit, për shembull, këtu bësh panajir i madh. Grumbulloheshin nga gjithë fshatrat këtu dhe të shtunë, ose kur takonte një ditë përpara, prapa këtu ishte hajeng dhe panajir i madh. Shitsin çdo gjë, panajir i madh. Kisha, kjo hajati këtu janë bërë ankande. Ankandi, për shembull, ujë në bekuar, se cili do vinte një pull, një zok. Edhe e shisin ankand, po dhe lekt ja linjë kishës. Beshin ankande. Gjatë luftrave janë bërë 2 luftrat botërore, në këtë kishë nuk ka rënë asnjë predh, sepse ata priftin ishin shumë të mençur. Një batalion i austro-hongares që ka qenë të Gozare, janë dhe varrës dhe manofrit, thoshin edhe atje, një stuhi, një natë ja shkatroi të gjitha çadrat. Informoti i vazhdoi 4-5 ditë. Ata vinë ke prifti dhe i thonë, sfrehojemi në aty, të vini të sfrehojni. Dhe batalioni austro-hongarez është sfrehur këtu gjatë luftës parë botërore. Në sajt të kësaj skolis ishte aty, fshati Kozare ka qenë një fshat i cili ishte arsimdashës, një fshat punëtor, një fshat me hajeng. Në Kozarja ka pasur shumë njerëz të polluar. Ky është një përshkrim i shkurtër i këtij objekti, restaurimi i cilit e ka rikthyer tashmë në funksion të plot, jo vetëm për shërbesat fetare,
por edhe një destinacion për turizmi religios, historik dhe kulturor. Kjo kishë nga regjimi komunist nuk u prish. Kjo që monument kulture dhe u mbyll, u konservua. Është mbyllur në 67-ën dhe deri në 90-ën nuk është hapur fare Chelsea. Në 90-ën kur është hapur Chelsea, e kemi gjallë, ka qenë një brigadier këtu, ka marrë brigadën dhe ka hapur, e ka fshirë, ka gjetur rrobët e priftit. Të gjitha librat që ishin atje me vaj, me qirinje, me kandila. I ka gjetur aty. E kanë fshirë dhe e kanë mbyllur. Më vonë u vodhën kamanet. Në 2014 këtu fatkeqësisht ra një zjarr dhe kjo u shkërmua edhe nuk ngeli asgjë. Nuk ngeli asgjë. Une, Nasi, edhe një djalë tjetër është në Itali, nuk kemi lënë gure kusur, pa kapur deputet, e kryetar Këshilli Bashkia, e koordinator politik, gjithsa arritëm që morëm një fond që kjo u restaurua, që u ndërtua. Mas djegës kishës që erdhi për shtraqja aksidentale dhe nuk fajsoj mjeri, askush nuk do që të digjet një monument kulture, askush nuk do të masi kujtesën e tia shëkollore, po mas djegës kishës me disa djemë të mirë nga Kozarja dhe këtu nga Salqa, që përmend Fiset Salo, përmend Fiset Toli, Daka, Mile, Gjika, Rogozi, të gjithë të fise e ndaja, si mos Rogozi dhe Toli, që janë fise më të maja, ne përbëjmë rreth 250 familje ortodokse, që përfshien në fshatin Moris, fshatin Salq ku jemi këtu, në fshatin Kozare, që përbet bërtame më e madhe e besimtarëve tonë. Dhe këta në këtë moment që neve nuk e imagjinojmë do se çfarë pasurie kishin, nuk e dinim vlerën dhe aq se kur nuk e ke një diçka atëre e di vlerën më shumë. Dhe organizuam vetë bashkë me disa djemë të tjerë, trokitëm derë më derë. Dhe ne kemi, se është edhe në media, kemi organizuar këtu një takim në 24 gusht të 2018-ës, kemi organizuar në ditën Shëngozmajt për një ngritje për donim ndim nga shteti. Se nuk mund do të bëjshim neve një qati me një shumë 150 milion lek. Dhe këtu ngëze, dhe ju zuron shpëtim prej prishjes, gjithë besnikëve oj lindëse. Na qoftë ndim me shpresë të gjithë dhe këtë iniciativë që morëm, Zoti pa, edhe ne, mbrapa, ka një thënie të madhe, kryepiskopi i Tiranës. Pa perëndim sot shumë pak gjëra mund të bëjmë. Me perëndim shumë pak gjëra do na ngelen pa bërë. Me këtë parim të vazhdojmë, të ecim përpara me nasin në krye. Bare mirë, uratën e Zotit, edhe le të jetë kjo dritë. Edhe ne faktikisht organizuam, na morën pjesë mediat këtu, morën pjesë kryetari i bashkisë i Koçovës që nuk duhet t'ja hahafun. Edhe na ka ndihmuar jashtë të mase, ka lubuar në gjitha zyrat e institucioneve shtetërore, sidomos të Ministrisë së Kulturës. Edhe Zoti Krishtin Gajdari ka dhënë kontributin e tij për të stabilizuar këtë gjë. Dhe faktikisht na u rrit kjo punë, na u rrit erdhi investimi 150 milion lek, edhe çatia u bë përkryer me kollona të forta hekuri, çatia u bë e pavarur nga muret, dhe tani mbaroi si konsorcion, lindi tani si do ben. Organizuam në ngritjen e këshillave në çdo fshat. Organizuam në çdo fshat, edhe këtu i kam dhe me foto, këtu jam po e marrë këtu tek fshati Salç Kozare, se kësaj përket këtu jemi në fshatin Salç në krijimin e ditës së Këshillit të Kishës,
28 gusht 2018. Dhe kështu me radhë, kemi këtu në Valeas, e kemi këtu në Kozare, të gjithë dhe me ngritjen e këshillëve, aty filloi edhe puna jone e parë, për si ta rikemi akoma më shumë të kishë. Puna e parë që na doli kemi bërë, se pa dritë nuk është. Kemi bërë kontratën e dritave dhe kam trokitur derë më derë, bashkë me anëtar të këshillit, me të 2.000 lekë të vjetra, me 200 lekë të reja, edhe jo se kishe mundësi 300.000 lekë dhe unë kishe mundësi për të paguar ato 300.000 lekë dhe hajse e bëra unë si emër. Po jo, unë doja që gjithë besimtarët të ishin të kontribus në vendin e dritave të kishës. Realizuam këta. Realizuam dritat. Edhe mbasë dritave neve kemi bërë një fushat akoma më të madhe për të sjellë ujin këtu në kishë. Që këtu pa pasotiri, si shtash, Endiri pasotiri, kishte bërë një grop po tush atje, s'kishte aq ujë sa për të bërë një pagëzim, nuk kishte ujë, se vendi këtu ishte kotër dhe nuk ashtu. Edhe organizuam dhe mblodhëm fondet për të bërë një pos. Arritëm në gjithë 250 familjet, përfshi këtu dhe familjet muslimane, janë në listë aty, kanë kontribuar edhe ata së bashku me ne, dhe arritëm një shumë tek 4 milion lekë. Që neve duke rënë lapsit, duke bërë pusin, duke marrë dhe 7 qesma nga porta kryesore deri në fund, kemi arritur të bëjmë 7 qesma, me ujë të rrjedhshëm në çdo kohë. Dhe çdo predikus që vjen këtu, kur ikën lanë duart. Dhe kemi marrë falënderimet e Zotit atë parë njerë dhe të besimtarët. Me riksarimin e ndërtimit, na erdhi dhe prifti. Na u lezetua kisha, se kish pa prift është kot fare. Edhe ne e kemi marrë vetëm qelësat bosh. Me ardhin e priftit, Adlonardi, jemi shumë të gëzuar se Adlonardi faktikisht nuk është se ka ardhur sot këtu. Adlonardi ka bën katekizëm sot e 5 vjet e parë në Kozare. Me të rinjt. Që na bëhet shumë qefi, biles kemi kandidat dhe një djalë të ri për prift. Na bëhet shumë qefi dhe e shprehu në mes nesh, Adlonardi tha, unë kam qef të bëhem ta prift. Edhe ne na gëzon ky fakt që edhe ne të kemi një ditë priftin ton këtu nga Kozarja, nga fshati jon, siç kemi patur më parë. Atëherë kjo kish kaloi, siç tham, një periudhë të vështirë, tani më fal investimit nga qeveria shqiptare, kryesisht nga Ministria e Kulturës, u bë restaurimi i saj dhe në gjendje që kemi, pra që ne shikojmë dhe sot, është fal ndihmës dhe kontributit të tyre. Por kjo nuk mjaftoi. Megjithatë, fal ndihmës së tyre u arrit që u bë kjo që kemi, por që besimtarët dhe kryesisht komuniteti këtu është një trup i gjallë, pra secili nga ata në forma dhe mënyra të ndryshme kanë arritur që të na ndihmojnë. Kryesisht është bërë lidhja re energjetike se s'ka patur, është bërë sjellja e ujit, sepse uji është i domosdoshëm për gjithë nevojat dhe shërbeset që ka kisha, është bërë pajisja saj me sende si karika, tavolina, është bërë pajisja e kishës me ikona, pra gjithçka është fal dhurimit të besimtarëve të kësaj zone dhe të kësaj nërie. Kryesisht investimi i fundit që është bërë në këtë kishë është vendosja e 2 këmbanave, dhe vlen për të përmendur është që donatori kryesori i kësaj vepre të madhe është një jo i krishterë, pra nga komunitetet tjera, që shprehim falënderim dhe mirënjohje për të gjithë ata që kanë kontribuar dhe kontribuojnë në këtë kishë. Edhe shandanët që kemi sipër lartë të varur janë dhuratë nga besimtarë të ndryshëm, të cilët shprehin interesim të vazhdueshëm për këtë kishë, sepse ajo mbart një vlerë të gjallë për paraardhësit e tyre, por që është një detyrim për gjithë komunitetin dhe për brezin e tanishëm që t'ua lëmë pasardhësve tanë. Kështu që siç e shikoni, pra kjo kishë mbart një histori, mbart një vlerë shumë të madhe, por nëse shikoni pas meje, këtu mungon ikonostasi i saj. Nga të dhënat që ne kemi, nga burime të sigurta, na bën me dijes që ikonostasi kësaj kishe gjendet në drejtorinë e monumenteve në qytetin e Beratit.
thuhet që ikonostasi është çmontuar pas ardhjes së demokracisë për të ruajtur kryesisht. Gjithashtu na është thënë që është 80% e ikonostasit bashkë me ikonat është i ruajtur, kurse 20% e tij ka humbur gjatë grabitjeve që kishe në atë periudhë. Ndaj komuniteti këtu, ndaj dhe unë si prifti kësaj norie, bëj thirrje personave dhe zyrave përkatëse, autoriteteve përkatëseve që të na e rikthej ikonostasin për këtë kishë, që kjo kishë akoma dhe më shumë të parët e kësaj zone kontribuan, ofruan, shërbyen në forma dhe në mënyra të ndryshme që kjo kishë të ishte sa më e hishme, sa më e bukur, sa më e mirë stolisur, ne ta çojmë në vend atë çfarë i takon kësaj kishe. Pra, ikonostasja e saj. Ne i falenderojmë ata që na i morën, i ruajtën në atë periudhë të vështirë, por tani më duhet kthehet në vendin që asaj i takon. Kryesisht në ambienti këtu është i sigurt, pra kemi një klerik të ri, kemi mitropolitin e Beratit që tregon një interes të jashtëzakonshëm për përparimin e kishës, kemi një kishtar këtu që kujdeset çdo ditë është këtu, patjetër që kemi edhe ambientin rreth e rrotull që kemi me shtëpi me besimtarët që tregojnë interes të vazhdueshëm, kemi instaluar sistemin e kamerave, pra kemi krijuar një ambient të sigurt për të ruajtur këtë vlerë dhe këtë thesar që kjo kishë mbart. Ndaj edhe një herë bëj thirrje atyre organeve përkatëse që të na e kthejnë ikonostasin, edhe kjo kishë përveç vlerave shpirtërore është dhe një vlerë kulturore e madhe, pra që tjetë edhe një atrakcion për të gjithë të huajt që kalojnë në këtë zonë, por edhe vendalit dhe ata që janë larguar emigrantët të ndryshëm të gjejnë një vend që të prenë dhe të ndalojnë pak për të krijuar dhe për të përjetuar sadopak ato që të parët e tyre kanë lënë këtu, trashëgim për këtë kishë. Shfrytëzojmë nga rasti të falenderojmë Radion Jallë Kishtare për këto intervista që na morën. Neve jemi munduar të bëjmë gjithçka për këtë kishë dhe kemi arritur ta sjellim në këtë nivel që është fal ndërhyrjes së qeverisë, shtetit që na dhanë fondit që kjo u riparua dhe erdhi këtu. Po kjo kishë ka nevojë më. Nevoja më e madhe e kësaj kishe është ikonostasi, të cilën na kanë marrë monumente kulturës dhe bën mirë që morën e këtë në rujtje sepse ajo do ishte shkrumur, do kishte humbur fare si vlerë. I bën thirrje monumentet kulturës, Ministrisë së Arsimit, Drejtorisë Përgjithshme të Monumenteve Kulturës të na rikthejnë këtë vlerë të madhe, këtë vlerë shpirtërore, këtë mall ton që të para tanë ka bler me Flori. Këto afreskët që kanë ngelur të vinë të shikojnë, mbasi na i restaurojnë, ta kthejmë këtë kishë në një pikë turistike për vizitorë, për njerëzit që duan të qetësojnë shpirtrat. Ju faleminderit për gjithçka që keni bërë për neve, rrofshi Zoti na ndihmoft të gjithëve, paçi muratat e kryepeshkopit ton im Zot Johanit. Ju faleminderit. Gjithashtu falenderojmë Radio Rinjallja. Kjo është një tamam për një kujtesë të fortë për ta bërë të kishë tona ashtu siç ishte. Unë si pjesëtar i këshillit së kishe, me gjithë kishtarët që janë këtu përdallë, ne bëjmë thirrje që të gjithë besimtarët që të vinë këtu të kontribuojnë për të kishë, që kjo është një monument kulture tamam që ka historinë e vet, siç e thamë dhe më lart, edhe që të vend në vend gjitha ato që dakon. Nuk duhet përmend edhe ashtu, po edhe unë kam takuar me djemë të rinj që të monumentet kulturës, kanë marrë takime me ata, kanë ardhur këtu, edhe ata janë shprehur të entuziast për të bërë të gjitha këto pikturat morale që janë të domosdoshme për të kishë, edhe shpresat që kemi të mëdha. Ju falenderojmë juve si media. Pra si që shikoni, kjo kishë kaq e bukur ka nevojë edhe për kujdes më të veçantë. Tani më ikonat edhe afreskat e mbetura nga vështirësia që kisha kaloi ka nevojë për konservim. Ndaj ne u bëjmë thirrje Institutit të Monumenteve të na dërgojnë specialistët të cilët të shikojnë, të studiojnë, të jedhin një sy afreskave dhe ne i bëjmë thirrje dhe i lutemi që të i konservojnë dhe të kemi tani më të ruajtur për brezat në vazhdim.
Po ashtu, në u bë thirrje të gjithë besimtarëve të kësaj enorie, të kësaj zone, kemi nevojë që për përkrajin dhe për ndihmën e tyre, që kjo kishë të përparojë akoma dhe më mirë edhe më shumë. Ndaj, me ata u bëjmë thirrje që ata të na ndihmojnë me çfarë të kemë mundësi. Kryesisht në këto momente kisha ka nevojë që të rralloj numrin e selvive, pra të pemëve që ndodhen rreth e qark ambientit të saj, sepse janë një problem potent për të dëmtuar nga kushtet klimaterike, për të dëmtuar varret, edhe pasaj do jetë akoma edhe një problem më i madh për t'i hequr dhe për të riparuar dëmet. Gjithashtu bëjmë thirrje të gjithë të rinjve, por kryesisht djemve të kësaj zone, që të vinë dhe të afrohen edhe pse jo, siç ka qenë dhe tradita më parshme, kjo zonë të ketë priftën e saj, që të shërbejë kësaj kishe edhe të shërbejë komunitetit me vendosmëri, edhe të jetë i gjendur gjatë kohës pranë tyre sa më shumë. Së bashku me kishën e Ulindëses Mari, ndodhet edhe kisha e Shën Nikollës në Perondi, një tjetër objekt i rrallë kulti me vlera të spikatura arkitektonike dhe historike.